Unë shoh gjyllimin që do vend dorë dhe të hujet për me përmys situatën, për me do ketë gjyllim nga jashtë për me Ku do na e vend dorën? Po ke vendi jonë, mi fjalë, ke defektet që kemi ne, kemi brenda. Prandaj edhe ky po e thot her pas here që këto e përmend sepse i di që të vend dorën edhe të tjerët. Jo, ai e di që do thonë situata është 50-50 edhe kështu që do thonë do t'i japi një shtyrje përpara, mendoj unë, një shtyrje, por që mendimi im është se varet nga ndërkombëtarët, me fjalë. Ato e kanë dorën? Ato, sidomos sidomos amerikanët do jenë, do thonë për fatet e shqiptarëve do vendosin për fatet tona, amerikanët. Kështu që mendoj do të huhet për ne ose këto shqiptarët. Ndihmojnë sepse kanë më përvojë, kanë më eksperiencë, e kanë kaluar Duan ta bëjnë të vend ato. Duan ta rregullojnë të vend. Ja kanë lënë amanet dikush atyre se jo, shohin mendsinë e shqiptarit, do thonë disa njerëz që po ecin nëpër botë edhe tuajve që të net na çojnë drejt zhvillimit. Po tuajt e kanë si ndjenjë të mbrëmshme, me fjalë. Plum gojë, inshallah qof kështu edhe inshallah po na e prek kështu po vend dorën. Do takohemi.